Atëre gjuhër e shumë vjetë, njësët e në nëndorin ditën e shërimit të dheut, të kujtojmë në respekt të gjithë të shmurë të dheut që në nga, dhe një vëshit gjithë të shmurë e më vjetë. Gjuhër për shumë vjetë. I gjuhë gjatë. E pavarësisë dhe të editorin e shërimit të dheut. Mendoj që të marrë 1 minutë heke për vdekjen e parakoshme të kryetarit të Kombëtarës. I paharruar qoftë emri i Kombëtarës. Pasar familje dëshmorëve dhe të organizatë veteranëve falenderojmë gjithë pjesëmarrësit në këtë ceremoni. Nikola lindi me mashtërkor të Roshit, 85 vjetë më parë. Një familje patriotika vetare. Nikola ka djatin dëshmorëve gjallën e tij, urritën jetima, për nësaj të kontributit familjes dhe shoqërisë urritën, që u bornojnë, punojnë me vlera profesionale. Që në moshë të re, shkollën stërtjeqare në Marinë e Orosh, shkollën pedagogjike më vonë në Shkodër. Punoj si mësues për një kohë shkurtër në zonën e Rubikut në Vetë, pastaj më vonë në Spaq. Periudhën e fundit të tij e bani në shkollën e mashtërkorit si mësues e edukimit fizik dhe më vonë drejtori i shkollës. Me Nikollën ka 15 vjet që punoj. Unë e njoftë 60 vjetë të para. Asnjëherë nuk kemi përshëndetur tjetër. Do kemi gatuar si vëllezër në moment. Dhe tek Nikola shikoje njeriu e ndershëm, të ndërgjegjshëm, të qeshur, me shumë vullnet për çdo punë e me pasion. Nikola kishte virtytet e qindra. E mund të themi se asnjëherë nuk prish Nikola më. Vetëm mund të prishë të më. Të nderuar pjesëmarrës, vdekja të merr e nuk të kthen më. Por, i themi shokut tonë të dashur Nikola, e të paharruar, se nuk do të harrojmë asnjëherë. Do të kujtojmë sjelljet e tuaja të mira, veprimet e tuaja, me njerëzit, kush ka njohur dhe i ka njohur. Të nderuar pjesëmarrës, duke përfunduar këto fjalë shkurtra, mendoj të shpreh ngushëllimet e fundit për Nikola Shkretsa. Për të gjithë ju pjesëmarrës që jeni pjesë këtu, dhe ne shokët e tij. Krenaria e njeriu është kujtesa, mangësia është harresa. U shofsh i qetë në tokën natë. Ky sjell Nikollën përmes shumë dokumentarëve, ai ishte njëri shumë aktivist dhe ai ishte në krye të gjithë punëve të mirëditës. Aty ku kishte një vlerësim, aty ku kishte një dekorim, gjithmonë do pritet Nikola Shkretsa. Unë njofta në ditë të vështira për të. Ai nuk më tha që unë kam një sëmundje të vështirë, por unë do të kujtoj gjërat e mira për të. Ai ishte tamam burri që i pritet sofrës, i pritet vallës, i pritet muhabetit. Dhe përshëndetja e tij e fundit do të vijë përmes gjithë dokumentarëve, gjithë jetë shkrimit të tij, dhe do të keni edhe fjalën e tij Nikola Shkretsës, të cilit ne përkujtojmë sot me shumë dhimbje dhe me shumë respekt për gjithë familjen e tij. U kujtoft për mirë mësuesi Nikola Shkretsa. Shparin ju falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë pjesëmarrësit që kanë ardhur dhe kanë mësuar dhe mua, por njësisht në mënyrë të veçantë. Do ta falenderoj shokun Baltori, i cili me ka regjistruar dhe mua që të vi në të datimin e tij të 78 vjetorit. Dhe këtë arshimi të tij
pen që do ta kenë edhe pasasit e tij Nipa dhe Mesa. Shumë faleminderit, jetë e gjatë, parë me familjen i pash Marsin. Gjithë mirë. Republika e Shqipërisë, Ministria e Mbrojtjes, Komisioni Qendror i Statusit Dëshmor i Adhev, Certifikatet e dëshmorit të Adhev, Komisioni Qendror i Statutit Dëshmor i Adhev, me vendim numër 793, 15/02/2020, shpall Dali Ibrahim Çarën, dëshmor i Adhev, dhe familjes së tij, simbolin familje e dëshmorëve të Adhev. Kështu si egzosh Në sa beteja trimi kara, faqe parë, gjithmonë nda, kupat posta Austriaku, krysi pushka e u derdh gjak. I përjetshëm qoftë kujtimi i gjyshit tim. Ka që bashkë në barë, zotë ju rëgjëtë. I përjetshëm qoftë kujtimi Dali Çarës, lavdi dëshmorit Dali Çarës. Prandaj, në të rast, ne vërojmë Zotin Qërprena, jetë gjatë, Marsin familjen e tij, me Nipa dhe me Mesa. Këta është dhe familjen e dëshmorit. I përkushtuar nga organizatës për dëshmorët e luftës ndërkombëtare dhe dëshmorët e Adhev dhe pasazhet të tyre në vazhdimsinë e veprës së pavdekshme të dëshmorëve për mbledhjen për mbështetjen në sfidat aktuale për mbrojtjen e ideve të tyre, për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë dhe trojit shqiptare. Kryetari Gjergjo Velo, sekretari i përgjithshëm Dalan Buxhi. Me këtë rast, kulç, japim edhe revistën tonë Pavdeksia, dhe me këtë rast kam gjetë taman atë dëshmorë që kanë kohë e punit në Kosovë. Konkretisht, ky. Dhe kështu që i kole nga dita sotshme, është andari joni ka qenë gjithmonë, por do të jetë personi i cili do të abonohet në revistën Pavdeksia, i cila ka materiale të vazhdueshme dhe taman i shërbim kohës së sotshme. Sa të jetoj dhe qendroj besnik. Pas tash në barë. Flamon kushevi. Zoti Tryt, gjithë mira. Ju faleminderit gjithë. Organizojmë këtë ceremoni kultuar ranin e herojt të popullit Bardhëlbive, njësisht. Me këtë rast do t'i ftoj të gjithë ju të cilët keni ardhur me një respekt të veçantë dhe në mënyrë të veçantë të gjithë zonët e larta të cilët kanë lënë për kujtuar Bardhëlbive. Njeriu tonë, njeriu më shumë. Në këtë rast ka ardhur Gjon Brushi, i cili ka shkruar dhe një artikull në gazetën Drita për gjithë aktivitetin e Bardhëlbivës. Atëre do bëjmë një fotografi dhe pasojmë tek internacionale unë për një kafe. Një kuadër, një bashkëpunëtar i Gjon Gjetpari, dhe unë nuk i thëmë Babgjoni, sepse po t'i thëmë Babgjoni, unë nuk dhe kështë po mik, unë e kam mik, dhe unë i thëmë Gjon Gjetpari, sepse e kam po mik. Edhe do t'a falenderoj pratë shokën Frok, që tha, a nuk e ka përmendur kush në ndilit, pra një dil tamam e asaj shtëpie që shka qatë, por le ta kemi edhe një kohë për Gjon Gjetpari. Dritë pas në borë, Zotja Bofpa, një përkesër, konsideratë me shumë në Kardok Sulejmoni. Dime e thina ja u ktheshe, pashin që fund të dinje në familje tuja, me Nipa, me Mesa dhe Heli, dhe Zoti u vekoh të gjithë të familje. Ale mirë, ishime të zotës. Ale mirë, ishime të zotës.
me nes nuk do. Hajde. Amitat e mi, patëtër amitat e mi që i këpëton, amitat e shpisë vjetër, ta ka ngrujnë të amanin e vetë si në Nikolën dhe Gjepalini. Dhe këto e qënë për njëshëm një familje fënësime, të mirë dhe për të keqë. Por, këtyne dhe gjithë juve i janë këthe shamëzimi. Që që në gjithë, ju uroj suksese, ju uroj pasi dhe një pronësit jeni, se cili si pas sjekës e pas dëshirës. Do keni për të marrë ushqime të mënyrë individuale. Kush të doje, si të doje, hani e pini, aq sa keni dëshirë dhe aq sa keni mundësi. Kështu që me të mira e nximi gjithë të kthejt. Jam shumë i lumtur që sot marr pjesë në këtë gëzim. Duke rast pranë, tre paqe, Dila e para, Anila e dyta dhe Meli e treta. Se janë fotokopje e njëra tjetërës. Ju uroj një të gjatë që të gjithë, edhe të gjithë pjesëmarrësit që marrin pjesë sot në këtë gëzim. Gjithë familjes dhe Covid. Fjallën e ka Zoti Nikol Lesh Mreca, Daja i Nojtë. E i gjithë. Shpari ju përshëndes gjithë dhe uroj marrësi në familje vjetë të gjatë dhe kështu pashje edhe në familje të ore, në fëmijët e tore dhe personalisht në tatimje të tilla që që ka që Nik njën, vaj juj, shoku jonë, dashamini jonë. Gjatë uru. Zërë përshëndet në jetë gjallë. Gjithë mira. Adë mirë. Jetë gjallë. Dhe do të falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në të 80 të dininës së time. Tani ky shnet është i gjithëve. Dhe te kohë të parë do të përshëndes dajtin një gjokë zhurë. Kulla jote ka lind burra, në përmote ranë fortuna, se fyn besën as njëherë, vetën trima me plot vlerë, si harron historia kur, në zemër shqipës janë flamur. Të uron në roshi, fani e mashtërdori, jetofsh një shekull o mësus Nikoli, ti e nip i nres në gjokës, ku veç driti soli votrës, na mësoj Shqip me fol me goj, hapi shkollat, heroj jo. Unë po e mbyll këtë urim, qofshi lumtur o shoku im. Kur në jetë mos paq hidhrime, të rujt zodje pa gëzime, kush ka ardhur në këtë banket, pas të gëzime e pas të jetë. Do të ngrinë për të Nikolin, të festoje edhe për vjetor tjerë, aq sa ta ketë shkru Zotin.
me gjithë familjen e tij, me gjithë bashkëshortet dhe fëmijët ku i ka. Edhe ju të pranishmit shëndet e jetë, e suksese, e umbjes e mëzime dhe në përmjetar tjerë, një tjetër dhe ngoni. Shëndet e jetë. Aty. Ate që ma krysoria, po, që po të thëmi gjoj shosha me rjes. Kuj e ke puna nga vëzë? Kimi sa? E bërë. Faleminderit si në rrugë respektojmë. Pa qarë. Sot erdhem në familjen e Nikollës Shnrecës. Jemi në ditën për kujtimorit të tij. Për ta ngushëlluar familjen dhe për t'i thënë i përjetshëm qoftë kujtimi mësuesit Nikolla Shnreca. I paru qoftë kujtimi Nikolla Shnrecës. Unë si kushej që kam pas djelë halët, e kam njohu qindrini, kur e punote në uzinë e Bagrit Tropik, dhe më pas mësues, drejtor shkolle, në spaq mashtërkor, kërhosh, Kuzdovet. Ai ka qenë një njeri tepër korrekt, gazmor, i dashur, i respektuar me njerëzit, kishte një komunikim të mirë me njerëzit, me shokët, me gjithë shoqërinë. Ka një familje dinjitoze, si djemët dhe vajzën, dilën. Nikolli për ne do t'jetë i paruar, pasi ai ka qenë edhe kryetari i veterantë të familjeve dëshmorëve, ku të organizat me kolegët, me Marie Biber, me Lësh Doqin e me shokë të tjere ka drejtuar me dignitet, ka qenë njeri me integritet, fjalët i thotë të vërteta, ka punuar për të përkujtuar gjithë dëshmorët e Mirditës, ku nuk janë të paktë, janë shumë, si ata të ardhën nga jugu që kanë dhënë jetën për qërimin e Mirditës, si 70 dëshmorë Mirditës që kanë marrë pjesë në luftën nacionalistare dhe luftët e tjera nga italianëve, serbë e tjera. Nikolli ka qenë një njeri që në oratorinë e tij i tërheqte mosat, i respektonte dhe ai ka luftuar gjithmonë që simbolit e familjes dëshmorëve në Mirdit të vendin e tyre. Digniteti i dëshmorëve të Mirditës të vlerësohet, gjaku dhe servicat e tyre të nderohen. Nikolli ka qenë gjithmonë i gatshëm për të punuar edhe për të rregulluar si ato shtëpitë që janë baza lufte, si lapidare, si vorrezat e dëshmorëve. Unë të e kujtoj një mësues të mrekullueshëm, një drejtor të aftë dhe një aktivist shoqëror tepër i talentuar. Unë Nikollin e kam njoft mësues, kur edhe unë kam qenë mësuese, e kam njoft edhe si drejtues shkolle në mashtërkor. Ishte një njeri shumë dashamirës, ai ishte një njeri që nuk shifte para mbrapa, por afronte gjithëkanë dhe gjithkuj e jepte atë që i takonte. Nikolli ishte edhe një familjar i mrekullueshëm. Ai kujdesej vazhdimisht për familjen e tij. Ai në të njëjtën kohë bëni një punë jashtëzakonisht të mirë, edhe masi doli në pension, duke drejtuar të dy organizatat, edhe ato të veteranëve të luftës, edhe ato të familjeve dëshmorë. Këtu dhe kontributin kryesor, këtu kemi bashkë vepruar më shumë afër njëri tjetrit, ishte i zgjedhur edhe në këshillin e familjeve dëshmorëve, në këshillin qendror. Ishte një njeri që afronte njerëz, një njeri që dinte të mirë kuptonte edhe të voglin edhe të madhin. Ishte njeri që mirë kuptonte
edhe ato që ishte i pamundur dhe ato që ishte i mundur. Nikolli afronte gjithë. Ishte edhe në kuptimin e mirë të fjalës, ajo dashuria që kishte për njerëzit, ajo zemra e madhe që themi ne se duhet të kenë njerëzit. Duke qenë dhe vetë familje dëshmori, ai këtu të tregoi një përkushtim edhe më të veçantë në të gjithë veprimet e tija, në të gjithë aktivitetet e tija. Hiku, do të thosha unë, i ri dhe në një kohë të papritme, por ai la një emër të mirë, jo vetëm në fshatin e tij e në Rrëshën, por në gjithë Merdin. Dhe për këtë duhet ta kujtojmë gjithmonë ne dhe brezat që vinë, sepse ai hapi rrugë edhe të rive në këtë drejtim. Do të them që familja ta kujtojë gjithmonë ashtu bashkë me shokën e dashamirë dhe të prejtë në paqë. Njerë falenderoj shumë për respektin që i bani, edhe kemi respektu për të datë e për çdo ditë që njerë e kemi kujtu për gjithë. Unë flasë si bashkëshorte, jetën që kam bërë me ta, rrëth 70 vjetë. I ka përku me ne. Unë e respektoj si bashkëshorte se që një prindi mirë, për fëmijët, për familjen, dhe për gjithë. Si shtani Dalmatini, i garku me punë që deri si në fshat, si të boja dhe në qytet, që mënu me i kërë mas miri, mos me i lanë mrapa, kërkote me kam gullje me i shqitë në pagjitë të cilën me që në ndërë, me i dhanë respektin, fëmijët, me latë rejton, kanë respektin për prinë e për krejt e për gjitha, ma mërmenja si në do të harrujnë. Jetën e dashamirësin e babës vetë, vorin e kërkoj vetë, në qenë se nana ka rritë, se baba e ka padet, ka që nuk i vogën, po që i ko krejt, në gjyshe, babë, nane, motër e tanë. Të kisha rosh. Edhe e kërkoj me dëshirë, nuk e kërkoj, po ja ne ishim se do të në shku me parë, do të shkojmë dilë, thujtë një ditë, ta shofim venin në rosh. E po ashtë se qa, po mu në menimin e djallit, në menimin e Antolit ishte një dëshirë të madhe, që ne do të shkojmë të vërëzitë. Ashti Nikola Shnreca ishte një Nikola Shnrec shumë artist, për mua, sepse ishte një kushëri shumë i mirë, na kemi pas në punëta, na lidhi puna edhe veteran të Llikut, edhe në familjen e dëshmorëve. Si kryetare kishi Nikolli, edhe qim ati, ishte i pritshim, shpi, ishte i respektushim, për këto, për gjithë njerëzit e vetë, për gjakun e vetë, njerëzit e vetë ishte shumë i ashtë. Që aqe Nikola Shnrecën, e marrmen qysh mësosi ka fillu konë, e marrmen që njëri më respektushëm, dojë në thojtë, që dojë një familje më fjallë një thejtë, por ai ka qenë njëri i veçantë. Sta herë që ta kusha ndërshen, ishte kafe bashkë, rejshen pyete për të madhe për blogën. Prindi, çdo fëmijë prindit një është jo humje, por është diçka që të krijon një boshlik, një zbratësi, si thonë në babin e kam pas shok, bab, krahun e djathtë, edhe duke pasur për sërbit e jetës. Por mbi gjitha do të them vetëm diçka. Ai jo se ishte një prind për ne, por ishte edhe një rregullator i shumë probleme edhe me shoqërinë, edhe me mjekësinë, edhe me komunitetin. Ishte baba që na bani të njoftun, na bani krenar,
Masë nësë sa rritëm, ta më poshim atë sëmunjen të mallkume, përfënimisht jeta kjo posaçan, me gjitha dhe, ajo ngele gjithmonë dhe më tona, i përjeshëm që gjithmonë. E kujtoshi për mirë. Ai ose ajo që kur do të mos e regjistro, kur të vdesun do të jeni ju gjithë këtu. Ka mundësi mos menon. Pse s'ka mundësi menon? Për arsye. Njëri është në Amerikë, qëri janë në Francë, qëri mund qenë në Gjermani. Kështu që Che fa la cattiva? Njeri